Kapri. Po, faleminderit. Unë kam dy pyetje konkrete, zonja ministre, për dy çështje konkrete. E para, një nga benefitet të drejt për drejta që kanë pas shqiptarët nga Bashkimi Evropian ka qenë financimi përmes projekteve IPART për fondet e bujqësisë. IPART 3-shi, mos gabohemi 112 milion euro, është bllokuar nga Bashkimi Evropian pikërisht me kushtin që pa dhënë garanci për fondet e IPART 2-shit. Konkretisht, shefja Olafit ka përmendur shifrën 33 milion euro abuzime, nuk do ketë disbursim të 112 milion eurove. Pra, Bashkimi Evropian, konkretisht, në një çështje konkrete, thot pa na dhënë provat për 33 milion euro të shpërdoruara, nuk mund të ketë financim shtesë. Tani ju, si minister përgjegjëse, sa jeni marrë me këtë çështje dhe çfarë garancish kemi që në 2026-ën ta kemi IPART 3-shin, sepse nuk është në projekt buxhet. Pyetja e dytë, zonja ministre, ka të bëjë me një çështje që është shumë delikate. Ju praktikisht kemi vendosur një objektiv 2029-ën për antarësim në Bashkimin Evropian, çka në kupton që Shqipëria duhet të ketë zero probleme me vendet e Bashkimit Evropian për të antarësuar. Po ne dim që me një vend specifik konkretisht me Greqinë, ne kemi probleme edhe historike të pasgjidhura. Është çështja e detit, e cila është sot me stopuar, por janë edhe dy çështje të tjera historike që kanë edhe një domethënie shumë të madhe për shqiptarët, që është çështja Çame dhe ligji i luftës. Ligji i luftës nuk është anuluar ende nga pala greke, çka do të thotë që pronat e shtetasve shqiptar, duke filluar nga ambasada jone e vjetër, pronat e komuniteteve fetare, mbahen ende të konfiskuar. Ndërkohë që për çështjen Çame, çështja është dhe më delikate, sepse nënkupton që me hyrjen tonë në Bashkimin Evropian, ne do ta konsiderojmë si një çështje të zgjidhur. Pyetja ime për ju është konkrete. Cila është zgjidhja juaj për këtë çështje? Pra si e ka menduar qeveria shqiptare zgjidhjen e çështjes Çame, sepse është e sigurt që kur të vi momenti, pala greke nuk do doj asnjë çështje të pasgjidhur, ndryshe mund na vendosi veton për të hyrë në Bashkimin Evropian. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vazhdojmë. Të dyja çështjet. Pyetja juaj e parë, zoti Kapri. Ajo që dihet me siguri sot është që brenda nëntorit dhe me të gjitha gjasat në 17 nëntor, Shqipëria do të çelë grup kapitullin e fundit me Bashkimin Evropian në procesin e negociatave, që është grup kapitulli i burimeve, bujqësisë dhe kohezionit. Pra, sa i takon çështjes së bujqësisë dhe sa i takon edhe burimeve, edhe kohezionit, gjykohet jo vetëm nga Komisioni Evropian, po tashmë nga të gjitha vendet anëtare, përfshirë edhe Holandën, qeveria e së cilës ka çuar në Parlamentin e Hollandës rekomandimin për çeljen e grup kapitullit 5, që Shqipëria është gati të negociojë mbi këto tre çështje që janë madhore dhe nuk janë një fjalë goje. Por shqetësimi sigurisht për fondet IPART mbetet dhe ky shqetësim është adresuar në të gjitha nivelet, edhe me auditim të brendshëm, edhe me auditim nga Bashkimi Evropian dhe strukturat ligjvatuese të tyre, edhe hetim i tyre, edhe hetim këtu nga strukturat që janë përgjegjëse për hetimin, për cilat ne sigurisht nuk kemi ende një rezultat. Ajo që dihet është që ne presim patjetër prej tyre, prej strukturave audituese dhe organeve të tjera, përgjigjet për këtë çështje. Të gjitha strukturat, po, është auditimi i Bashkimit Evropian, është Olafi e të gjitha strukturat e tjera. Do tani se kjo është e vetë kuptueshme. Pra, të ministrisë, të hetimit të Bashkimit Evropian, të spakut në doni ju, edhe të audituesve të Bashkimit Evropian.